trit e Kosovës edhe gjeneratat e reja duhet ta dinë se jo veç në vitin 1998-99 ka pas luftë dhe ka pas gjakderdhje në mesin e shqiptarëve. Gjakderdhje kanë shkaktu Serb mbi shqiptarët e krime. Kosova ka qenë dej nish. Prej nishit e dej në kufit Kosovës sotme jenë djeg fshatra tëra me njerëz jenë dëbu, mbi 2 milion shqiptarë jenë dëbu prej nishit dej në Medvegj që sot jetojnë në Turqi. E këtu duhet i dinë brezi i ri sa ju ka kushtu shqiptarëve kjo liri e kjo pavarësi që e kemë sot. Duhet të ruajnë, duhet të duajnë, duhet të punojnë për vendin e vetë ku jetojnë që është i lanë me gjak. Liria është më e shtrejtë se jeta e shumë njerëzve. Nuk ka jetë kur je i robërum, kur nuk guxon me dalë në qytet, me ble bukë për fëmijë, nuk ka jetë kur nuk guxon me shku në shkollë, nuk ka jetë kur nuk guxon me shku në punë, nuk ka jetë kur nuk guxon me punu tokën tonë. Nuk ka jetë kur nuk je i sigurt në familjen tonë në shtëpinë tonë. Prandaj liria është më e shtrejtë se jeta. Si ce témoignage vous a plu, pensez à vous abonner. On se retrouve tous les mercredis à 18h pour une nouvelle histoire quelque part dans le monde.